për të gjitha fushat. Për shembull sot ti shikoje që u promovua me të madhe se do na vi një kolegj në Tiranë. Dhe si thua promovohet nga shteti jon si vlerësim i ndërkombëtarizimit si dhe një arritje e madhe për shoqërinë shqiptare. Dhe faktikisht ky është një koncept i gabuar sepse ti duhet të investosh në universitetet shqiptare në mënyrë që ato të bëjnë konkurrente të tërheqin ato tuaj që të vinë dhe studiojnë, njësoj sikur se vemi në Gjermani, në Zvicër, sepse kjo do të thonë ndërkombëtarizim për ty si shtet. Pra ti si shtet ke arritur të kalosh kufijtë e Shqipërisë dhe ndërkombëtarizuar sepse ai e vlerëson dijen apo profesionalizmin që ti ke. Ndërkohë që neve dhe ato lekë që kemi, në vend që të jetin të krijojmë si thua një shkollë të mirë të drejtave europiane në Universitetin e Tiranës, ja japim të lekë një kolegji që është i huaj dhe që në rankimet universitare është më keq se vetëm Universiteti i Prishtinës.